Unë do e kisha vu, dhe ishe në ata e malë, se këtu është puna më thy, e dramën, se kjo është sinjal politik, se në fundet ky njeri, jo ky me qenë, po Çurçilli me qenë, për i vite gjysë, që dhe i bëjt Tiranës, që dhe rregulloj, se vinë zgjedhje tjera, normalet, mas i vite gjysë. Po kjo është një test, është një sinjal politik, është në gjendje opozita shqiptare, prodhoj një personazh të ri, prodhoj një grup, prodhoj një përqasje të re, mënyrën për të bërë opozit, edhe për të bërë, si më thënë, skuadrë. Kjo është një shansë, po të dali me sukses kjo, edhe në humbë të aji që da humbë, po shkon ka 25-6% voto, që jep shpresë qytetarëve, kur të vim zgjedhje tjera do i ka përcej me dhe ato 3-4%, kjo është një sukses gjykoj. Në logikën normalet politikës, pasaj në qofë se këto mblidhen në për shpijare, jo ky bë, jo ky ka thonë kështu për ty, jo për ky s'ka qef ty. Të e një historina për me atë regu nipqeve në shpi, për nuk janë historina për politikët.